Poezitë e 29 femrave dhe poetë nga Shqipëria dhe 19 të tjera nga treva shqiptare për te kufive nga diaspora, duke përfshirë mbar hapësirën shqiptare nga veriu deri në jug, janë përzgjedhur dhe botuar në antologjinë poetike femërore të shekullit 21, me titullin domethënës Kjo botë shpirtnore vajzash e grash. Kjo antologji u promovua në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër, ku morën pjesë poetja Desantila Qerima Ranza dhe botuesi Jozef Radi. Poezia femnore shqiptare e bashkohore, unë do e quaj bashkohore në një farë mënyre, edhe pse këto janë edhe poete postmoderniste, ka gjetë një liri të madhe të shprehunit. Ato gjitha janë shumë të veçanta në individualitetin e tyne dhe jashtëzakonisht origjinale në poetikën e tyne. Pra, secila ka një originalitet shumë autentik. Ndërsa botuesi Jozef Radi thekson se tematika e trajtuar nga poetët femra në fakt është veç shoqëria shqiptare me të gjithë problemet e saj të përditshme. Edhe ideja e një antologjie femërore nuk është një ide që trajtojnë meshkujt dhe që trajtojnë femrat. Femrat e shohin botën më komplekse, do më thënë, tek libri gjenë botën shpirtërore të tyre, gjenë problemet, gjenë revoltën sociale, gjenë dëshpërimin e nënës, gjenë atë mërgimin, që mërgimi nuk është veç i burrave, veç i grave, mërgimi është i përbashkët. Pra në gjithë këtë frymë, nuk është se gruaja ka marrë vetëm atë hisën e saj femërore, ka marrë dhe hisën e nënës, hisën e familjares, hisën e të dashurës, do më thënë në të gjithë atë 360 gradësin, gruaja në këtë libër është munduar të sjellë frymën jo vetëm të saj, por edhe të gjithë shoqërisë shqiptare, dhe kur një detyrë të tillë e merr, nuk është çështja e ndarjes, sepse nuk është një kombinim i dukur fjala ndarje, por është një fjala përbashkimi i gjithë këtyre energjive që institucionet ta kuptojnë dhe ta përcjellin këtë lloj kontributi që shpeshherë shkon edhe i pavënë re. Promovimi i antologjisë poetike femërore të shekullit të 21 u shndërruar një bashkëbisedim mes autorëve dhe të pranishmëve, duke krijuar një atmosferë diskutimi të lirë dhe opinionesh të larmishme, të cilat evidentuan rëndësinë e këtij botimi dhe mesazhin për shoqërinë që përcjell poetika femërore.